Kushtetuta që preket çdo ditë, amandamentohet dhe ndryshohet çdo ditë, tregon se në atë shtet ka jo stabilitet. Sepse themelet juridike të atij shteti nuk janë të sigurta, nuk janë stabile. Dhe vetë ai shtet është jo funksional dhe nuk është stabil, dhe nuk mund të ecë përpara. Këto janë tregues që çojnë në ndryshimet të kushtetutës në modelin çfarë i bën kjo strukturë politike, që pushtetin e ka interes personal dhe shtetin fare se ka çështje. Përkundra se shtetit janë vu në zhbërën e tij kushtetuese. Dhe unë nuk kam prit se shkohet edhe në këtë formë të bëhet inicimi ndryshime kushtetuese, por përderisa bën një president e tillë, e cila ka ardhur në pushtet duke manipuluar votën, ka ardhur në mënyrë jo kushtetuese, dhe shifet në kamera duke e bler votën. Ka ardhur kjo strukturë politike përmes një revolucionit shamijave të kuqe, nëse ju kujtohet kur kanë vesh sheshin e shtyllat elektrikut e pemet me do shamija të kuqe, me një mendësi të refuzimit dhe të mohimit gjithçka që është bërë në këtë shtet, edhe sikur këta po vinë me ndërtu prej fillimit një republikë të tretë. Thua se nuk na mjaftojnë një shtet që na njofti bota, na njoftin Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kufit ekzistus, erë si rezultati një sakrifice, një lufte, një sakrifice të përgjithshme këtij populli dhe një mbështetje të përgjithshme ndërkombëtare dhe të aleatëve tanë